Sot ne jemi gati një muaj pas mbylljes së zgjedhjeve të 11 majit, por rezultati zyrtar as ka në mend të dalë deri në fund të korrikut të paktën. Kjo pasi përfaqësuesit e PD-s në KQZ apo KAS po shfrytëzojnë si mëngjes suedez të drejtën e rinumërimit në qarqet më të mëdha në vend. Në fakt edhe pse vones nuk është dram, pasi bëhet një rimarrje me redaktim me votave të 11 majit, e rezultati del si ai ftohti që dikur rrinte në shtypshkronjë si redaktor për të mos lënë gabimet gramatikore dhe kuptimore të gazetës. Me një fjalë, sa herë hapen kutita aq më mirë është për transparencën në përgjithësi, për mediat nëse duan të shikojnë çfarë ka ndryshuar dhe si, por edhe për studentë e studiues të shkencave politike që doktoraturat të mos i marrin vetëm nga YouTube apo emisionet, por duke prekur me dorë realitetin politik shqiptar. Ky realitet është një gjë krejt tjetër me ato që na japin pasqyrat mediatike, për shembull me vitin 2009. Kur zgjedhjet sollën një rezultat shumë të ngushtë ndërmjet PS-s dhe PD-s, ku gjithçka u zgjidh nga një deputet në Fier dhe në Berat. PD në atë kohë kishte dy pesha të rënda si drejtues politik, Indiri Sokolldashi në Fier dhe Gens Pollo në Berat. PS përkatësisht njerëzit e opozitës në KQZ kërkuan rinumërim në disa qendra votimi, jo në të gjithë këto dy qarqet. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të kohës, Arben Ristani, i cili më pas u zgjodh numri 2 i PD-s, nuk pranoi rihapjen e disa kutive. Dhe timi të qartë nuk flitej për kuti të fletëve të votimit, po kuti të materialeve zgjedhore, të cilët përmbajnë listat e votuesve me firmat e tyre, numrat e letër njoftimeve, si edhe shenjat e objektet e tjera që duhen ruajtur në arkivën e shtetit. Qoftë edhe si artefakte historike të një ngjarje që në realitet është thelbësore për zhvillimin politik të vendit. Po ç'bëri Ben Ristani? I dogji materialet zgjedhore me ceremoni në lumin Erzen, si pasojë një inati apo më mirë të themi urdhri të dalë nga damari i inatit që e kap shpesh doktor Berishën, i cili pak ditë më pas u sfidua hapur në parlament nga kreu i opozitës në kuvend që nuk ishte Edi Rama, pasi kreu i PS-s ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës në atë kohë. Pra në 2009 dhe rolin kyç të liderit të opozitës e kishte Gramoz Ruçi, i cili me një gjetje alla shqiptarçe sfidoi Sali Berishën kok më kok, por që ky i fundit i bishnoi. Gramoz Ruçi doli në podiumin e kuvendit dhe tha: "Sali, hap vetëm kutinë e materialeve zgjedhore të fshatit Rushdie në Fier. Po dolën letrat në rregull, unë jap dorëheqjen dhe largohem nga politika. Përndryshe bëj transparencë në kërkesat e opozitës." Sali Berisha nuk foli ose foli me gjuhën e zjarrit që i vuri Ben Ristani materialeve zgjedhore. Sinjal që nuk e ka dhënë asnjë pushtet në vendet postkomuniste të Ballkanit dhe të lindjes. Ai zjarr nuk ishte thjesht sinjal për opozitën, e cila kishte kaluar kohra edhe më të frikshme me doktorin që Rama ka një ndajshtim tjetër elektoral, por për ndërkombëtarët. Që në të vërtet nuk është se e vran shumë dhe Rama u mbajti në xhep, sot i kujton Rushdien. Para sa ditësh Edi Rama nxori një foto me një nga veteranët e CDU-s gjermane, i cili edhe sot është një lobist dëmbështetës i Berishës. Përkatësisht ish eurodeputeti Elmar Brok, i cili në 2009 ka qenë një aktor kyç në negociatat që më pas shkuan në darkën famkeqe të krokodilit, që nuk prodhuan asgjë pasi Berisha urdhëroi Ristanin të aktivizojë operacionin Çakmaku.